Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për situatën politike në Maqedoninë e Veriut. Ditën e sotme ka qenë një takim mjaft i rëndësishëm i thirrur nga kryeministri Mickovski me kryetarët e liderëve të partive politike që janë pjesëmarrëse pra partive parlamentare, jo vetëm të koalicionit të tij, ku ishte edhe Vleni, por edhe Znami, por në këtë tryezë ishte edhe Ali Ahmeti, ndërkohë që LSDM-ja në mos gaboj e ka bojkotuar sipas mediave në Shkup shqiptare dhe atyre maqedonase, deri tani është zbardhur që në këtë takim 3 orësh është folur për heqjen e qeverisë teknike, për reformat, kodin zgjedhor, reformat të tjera për integrimin e vendit edhe çështje të tjera të cilat ne do t'i diskutojmë mes të tjerave për të zbardhur një pjesë të tyre me zotin drejtor Sulejmani, zëdhënës i Vlenit. Zoti Sulejmani, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje për gjithë, ju faleminderit shumë për mundësinë. Faleminderit ju. Çfarë mund të dim më shumë nga ky takim? Të paktën ajo që ka kërkuar Vleni, edhe mbi të gjitha kryefjala e tryezës duket sikur ishte qeveria teknike që duhet hiqet. Është cekur edhe në ftesën që është dërguar deri tek ne si Vlen, se do të diskutohet në këtë tryezë të liderëve për çështje politike dhe ekonomike të cilat e tangojnë vendin në periudhën e ardhshme. Sidomos këto tema edhe që edhe ju i përmendët, sipas informatave që morëm pas përfundimit të takimit, do me thonë si tema kanë qenë në qeveria teknike dhe mundësia për ta hequr atë. Pastaj është biseduar edhe rreth ndryshimeve të mundshme të kodit zgjedhor, një temë e cila një kohë të gjatë zvarritet në sistemin ton politik. Është biseduar gjithashtu me një problem me të cilën ballafaqohemi, një problem i ndryshimit të sistemit, siç është vendosja e sistemit të ri Safe City, ndoshta jeni të informuar për këto procedura, për të cilët do duhet përkrahje 2/3 të deputetëve, dhe po ashtu është biseduar edhe për mundësinë e kyçes edhe të opozitës në reformat të cilat e presim vendin ton që kanë të bëjmë me përshpejtimin e procedurave për antarësim në Bashkimin Evropian. Me thonë përgjithësi këto kanë qenë temat të cilat janë diskutuar në këtë tryezë të liderëve, për disa prej tyre është gjetur dakordsi që të ketë bashkëpunim, për disa jo e kështu me radhë. Por ajo tryezë duket sikur ishte larg fushatës zgjedhore, pasi në parim duket sikur gjithë ishin dakord me atë që u diskutua. Por konkretisht për qeverinë teknike, kush humb dhe kush fiton më shumë nëse ajo hiqet? Sa i përket takimit që u zhvillua, mendojmë se është një moment i mirë pas zgjedhjeve komunale të cilat u zhvilluan në vendin tonë, dhe ne vlerësojmë se edhe këto 2 vite qeverisje që i kanë ngel kësaj shumice është një mundësi e mirë për t'i realizuar disa reforma, për t'i tejkaluar disa probleme me cilat ballafaqohet vendi. Fatkeqësisht në këtë tryezë nuk morën pjesë Lidhja Social-Demokrate, e cila refuzoi që të marrë pjesë, mirë po ajo ngelet në vlerësimin e tyre. Kurse temët të cilat të zhvilluan, mendoj që janë opsion i mirë për të zgjidhur disa probleme me cilat ballafaqohet vendi ynë. Sidomos rreth qeverisë teknike, në rast se ka mundësi disa sqarime t'i bëj. Qeveria teknike edhe kush fiton nëse ajo hiqet. Ndoshta edhe ka qenë kryetema. Qeveria teknike, si për informat të opinionit tuaj atje, është vendosur në vitin 2015-16 si rezultati një qeverisje, kishim thënë diktatoriale ose qeverisje regjimi nga partia atëhershme VMRO DPM-e në krye me Nikola Grevskin dhe BDI-s, dhe në atë kohë ajo qeveri thjesht nuk e pati besimin edhe të partive të tjera se mund të organizojë zgjedhje fer të lira dhe demokratike, dhe për këtë arsye edhe me ndërmjetësim ndërkombëtar u arrit marrëveshja e Përzhinës, në të cilën u vendos që para zgjedhjeve të ketë një qeveri teknike në të cilën partitë opozitare do të kenë pjesë në qeverisjen e vendit për të garantuar në një farë mënyre zgjedhje fer të lira dhe demokratike. Por tash pas shumë viteve të kaluara, edhe pse sipas mendimit ton kjo qeveri teknike nuk është se ka dhënë kush e di se çfarë, mirë po pas shumë viteve të kaluara, pas asaj që tash edhe vendi jonë është antare e NATO-s, edhe pas një testi shumë... Edhe ne këtu jemi antar të NATO-s, po e kërkojmë me ngulm atë, opozita.
Po mendoj se pasi që jemi vende anëtare të NATO-s edhe duhet fillojmë të sillemi si të tilla, që do me thonë të prodhojmë zgjedhje në të cilët do shprehet vullneti i lirë i popullit, edhe mendoj se këto zgjedhjet e fundit lokale, kjo qeveri i organizoi shumë mirë, dhe mendoj se kemi arritur që të krijojmë një klimë elektorale, një klimë zgjedhore në të cilën qytetarët kanë mund ta shprehin në mënyrë të lirë vullnetin e tyre, edhe pse kanë qenë zgjedhje lokale. Mendoj se deri në një nivel kemi arritur ta kalojmë këtë test dhe mendoj se jemi gati që edhe zgjedhjet tashme parlamentare të organizojmë në mënyrën e duhur që qytetarët ta shprehin vullnetin e tyre të lirë. Tash sa i përket shfuqizimit të qeverisë teknike, ekziston një farë dakordësie e të gjithë atyre që sot kanë qenë në tryezën e liderëve me përjashtim të LSDM-s, vetëm se kanë për Ali Ahmeti tha që më parë duhet flasë BE-ja me SHBA-n për këtë, apo gabohem? Po e përmendi që do duhet konsultohen edhe faktorin ndërkombëtar, mirë po nuk është se nuk shfaqi gatishmëri që të vi deri te shfuqizimi i kësaj qeverie teknike, tash vetëm se ka mbetur të përcaktohet modaliteti ose koha se kur do të ndodhë shfuqizimi, a do të jetë ajo pas këtyre zgjedhjeve apo do të jetë edhe në këto zgjedhje të ardhshme parlamentare të rregullta që do të jenë pas 2 viteve. Domethënë, dakordësia vetëm është momentumi se kur do të ndodhë ajo, kurse në përgjithësi ka një dakordësi që të shfuqizohet qeveria teknike. Ndoshta opozita këtu mund të kërkojnë ndonjë kusht tjetër. E mundër është, sidomos to, siç e përmend edhe më herët, vite të tëra zvarritet në ndryshimet në kodin zgjedhor, edhe ndoshta ndryshimet eventuale në kodin zgjedhor mund edhe ta zbusin edhe opozitën që të pranojë edhe të hiqet qeveria teknike, kurse me ndryshimet që pritet të ndodhin të garantojmë edhe më shumë zgjedhje ferë të lira dhe demokratike. Në kodin zgjedhor një zonë vetme shkon në interes të shqiptarëve? Kisha në varësi se si realizohet ajo. Tash në rast se e analizojmë momentalisht si është situata, mund të paraqiten edhe probleme që të mos shkojë në favor të shqiptarëve, për arsye se disa cikle zgjedhore. Ku kod zgjedhor do interesonte më shumë shqiptarëve? Si do ishte modaliteti, kodi? Isha duke sqaruar se pse për momentin ndoshta nuk na konvenon një njësi zgjedhore për arsye të daljes së ulët në zgjedhjet të shqiptarëve, kisha thënë edhe për shkak të emigrimit të madh që kanë pasur shqiptarët drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Dhe për këtë arsye duhet jemi të kujdesshëm që të prodhojmë një model zgjedhor i cili do ta përfaqësojë gjendjen reale edhe të etnive brenda shtetit tonë. Dhe në këtë moment nuk ma merr mendja se një njësi zgjedhore do të ishte zgjidhja e duhur, përveç se nëse nuk vendoset ndonjë garancë e vendeve të siguruara të deputetëve për partitë politike shqiptare. Mirë po, ende është në diskutim se cili do të jetë modeli, nuk është marrë ndonjë vendim konkret. Ajo që e deklaroi kryetari Bilal Kasami pas takimit të liderëve, tha që e ka propozuar në tryezë që të gjendet një modalitet që edhe diaspora të mund të shprehë vullnetin e tyre politik, domethënë të lehtësohet mënyra e votimit të diasporës për zgjedhjet tashme parlamentare. Dhe ne jemi shumë të interesuar që diaspora të gjejmë një model në të cilin diaspora shumë më lehtë do ta shprehin vullnetin e tyre politik. Por modelin zgjedhor ende nuk kemi një qëndrim të prerë si vlen, mendoj se duhet bëhen analiza më të detajuara, më të thella që të prodhojmë një model zgjedhor i cili në mënyrë reale do ta përfaqësojë edhe realitetin etnik brenda vendit tonë. Tash edhe modeli zgjedhor me 6 njësi nuk është se është i keq. Ajo që është me rëndësi edhe për të cilën kanë dakordësi të gjithë partitë politike shqiptare është që të jenë listat e hapura, me të cilat mendojmë se do ta ngrisin nivelin demokratik zgjedhor edhe gjithsesi se do të rritet edhe niveli i përfaqësimit në Kuvendin e Republikës Maqedonisë së Veriut. Për atë se a do të jetë me 1, me 6 apo me 3, mendoj se do duhen analiza më të detajuara për të qenë për të dhënë një zgjidhje sa më të mirë të mundshme. Edhe diçka të fundit kam se qeveria teknike po shkon drejt shkrirjes sipas gjitha gjasave, po vleni ato shkrijet apo jo në një parti vetme?
Për momentin nuk është se Vleni nuk është duke funksionuar si një parti e vetme, ne vetëm se kemi disa organe të përbashkëta, kemi kryesi qendrore të përbashkët, kemi komision kadrovik të përbashkët, kemi media qendër të përbashkët dhe po punojmë në drejtimin që të krijojmë edhe një subjekt të vetëm politik, do me thonë 4 subjekte të fuzionohen në një subjekt të vetëm. Mendoj se kjo nuk është fare një operacion i lehtë, të shkrish 4 subjekte në një, është mjaft komplekse dhe pikërisht për këtë arsye nuk po ngutemi në lidhje me hapat që po i ndërmarrim, po jemi të kujdesshëm që edhe kur të vjen në situata që të bëhet një subjekt të mos shkaktoj pakënaqësi. Është duke u zhvilluar kjo procedurë, janë në diskutim disa modele se si do duhet të duket Vleni si një parti politike, por ende nuk kemi një vendim të prerë dhe siç e përmenda më herët, po mundohemi të tregojmë sa më të kujdesshëm në këtë procedurë. Zoti Sulejmani, falenderoj shumë për bisedën. Ju falenderit edhe juve për mundësinë. Përshëndetje. Faleminderit shumë.